Në emër të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, falenderojmë kompaninë AGS për këtë donacion. Kjo është një akt humaniteti, gjithashtu mbështetje për gjithë pacientët e onkologjisë. Me këtë donacion apo me këtë pajisje shpresojmë se do të përmirësohet cilësia e jetës së pacientëve dhe gjithashtu do të zvogëlohen efektet anësore të kemoterapisë. Edhe një falënderim i veçantë për kompaninë AGS, e cila ka gjetë një mirë kuptim dhe një vullnet të mirë që kjo të jetësohet, dhe ky propozimi joni ka qenë qysh një kohë përpara, qysh nga fillimi i këtij viti edhe fundi i vitit kaluam, edhe pse nevoja ka qenë edhe më hershme, dhe ne pasi që kemi pasur se është një kompani e cila ofron këtë lloj makinerie e cila pra nga sot dhe javët në vazhdim do të fillojë të përdoret për pacientët tanë, për me pengu ose me zvoglu ramjen e flokëve për disa lloj të barnave ose citostatikëve të cilët përdoren gjatë trajtimit të këtyre rasteve. Dhe ne do të zgjedhim sipas rekomandimeve që ka dhe aparatura, se cilët lloj të barnave janë ata të cilët pacientët të cilët i marrin mund të nënshtrohen trajtimit me këtë lloj aparature. Dhe meqenëse është një aparaturë me dy njësi, pra dy persona mund të njëjtën kohë të vendosen në kimoterapi dhe të vendosen në këtë makinë në mënyrë që flokët ose rëmja flokëve të zvoglohet dukshëm. Shpresojmë që me donacionet e ardhshme, ashtu i kemi edhe premtimet prej klubit Rotarian Prishtinës, që edhe diku 8 ose 9 njësi do të na dhurohen nga ata, dhe në një farë forme me numër më të madh të këtyre njësive ne do të kemi një mbulueshmëri edhe më të madhe të pacientëve të cilët kanë nevojë për përdorimin e këtyre aparaturës, kësaj aparature e cila do të rritë dukshëm edhe pamjen e jashtme të pacientëve dhe do të ketë edhe benefit, përpos benefitit fizik në kontakt, do të ketë edhe efekt psikologjik të pacientëve të cilët trajtohen me këtë aparaturë. Sa ka qenë nevojshme kjo aparaturë? Kjo aparaturë është një risi për vendet e rajonit dhe ne jemi ndoshta klinika e parë në rajon, nëse marrim parasysh Shqipërinë ose Malin e Zi dhe Maqedoninë, dhe kjo normalisht do të rrisë kualitetin dhe do të rritë benefitet e trajtimit pacientëve tanë. Pra është një gjë e cila është e mirë, është shtesë, është gjë aksesore të cilën e kanë klinikat me renome të cilat janë në Evropë, dhe tash ka fatin që edhe klinika onkologjisë në Kosovë ta ketë këta. Atëherë faleminderit gjithëve që jeni sot këtu prezent. Falenderoj përzemërsisht Qendrën Klinike Universitare që e ka pranuar donacionin. Faleminderit Klinikës Onkologjike për bashkëpunimin që e ka treguar ndaj këtij donacioni dhe këtij bashkëpunimi me neve. Fillimisht kompania jonë AGS prej vitit të themelimit të saj e ka pas synim edhe kyç mirëqenien e pacientëve. Këto jo vetëm në kuptimin parësor, po sidomos në ngritjen e shërbimeve shëndetësore, sidomos në ato në aspekt publik. Pra ndaj ka qenë shumë rëndësishme për ne që kjo pajisje të jetë në Qendrën Klinike Universitare, aty ku çdo pacient të ketë qasje. Kjo pajisje është e para llojit të vet në rajon, pra ndaj po shpresojmë shumë që pacientëve t'ju rritet pashtet mirëqenia atyre, të ketë një aspekt psikologjik shumë atë mirë, edhe falenderojmë prapë klinikën onkologjike për bashkëpunimin, edhe shpresojmë që kjo të jetë vetëm fillimi i aktiviteteve të tilla. Sa është vlera e kësaj pajisje? Vlera e kësaj pajisje faktikisht është shumë e madhe, mund të them rreth 30.000, prandaj kjo po shpresoj që nuk do jetë vetëm fillimi, siç e thash, ne do kemi edhe shumë donacione tjera për këtë klinikë, edhe po shpresojmë shumë që çdo pacient të ketë benefitet, siç e tha dhe doktori, edhe të shohim edhe ne si kompani, po edhe pacientët rezultatet, edhe ju si dëshmitar pas disa muajve të shihni rezultatet e këtyre pacientëve. It's an honor for me to be here on behalf of Paxman Scalp Cooling Systems today. This is a really important day for cancer patients in Kosovo. Many people know that losing your hair is the most feared side effect of chemotherapy, and we know that up to 10% of women will refuse chemotherapy for the fear of hair loss. So it's a critically important day here today for cancer patients. And I want to thank the directors and the doctors and ASG for making this day possible.
And you've joined us on our mission to increase accessibility for scalp cooling for every eligible patient. So I want to send the thanks of Paxman and to all cancer patients around the country, to ASG and to the doctors and directors here.